Ti nuk je viktime, unë nuk jam shpëtimtarja, unë jam njëri që e kam kaluar anktin para teje dhe e kam kuptuar që shumica e gjërave që na thonë është lavazh truri, të duhet patjetër dikush të të udhëheqi për disa muaj dhe disa vite që ti të shpëtosh. Unë mendoj që ka raste të cilët nuk besojnë te fuqia e tyre dhe janë minus në grotë dhe ka raste të cilët nuk besojnë te fuqia e tyre janë në zero. Ata që janë minus i duhet pak më shumë kohë të shkojnë në zero që të guxojnë të ngjiten lart. Ata që janë në zero që je ti je gati. Pra ka persona të cilët vuajnë nga ankthi dhe i dorëzohen medikamenteve, i dorëzohen zvarritjeve me seanca. Çdo gjë e mundur që shkenca ka zbuluar sot, që unë e kam praktikuar dhe ka funksionuar, se shumë gjëra që shkenca thotë unë nuk i besoj dhe nuk kanë funksionuar te unë, gjërat që kanë funksionuar për mua në rrugtimin e shërimit të vetes nga ankthi, sepse ankthi nuk është sëmundje, por shërimi emocional, do bësh një shkollë 4 javë, të mësosh se çfarë është ankthi, të bësh teknikat dhe ushtrimet që t'i japin në vite me seanca. Dhe do kesh mundësi në fund të jesh tjetër njëri, të kesh më shumë guxim dhe vetbesim mbi të gjitha. Ankthi është thirrje e brendshme që ti je duke braktisur veten për shumë gjatë. Ankthi është si thirrja kur kemi ne nevojë që dua të pi pak ujë kametje, dua të ha ushqim kam uri, trupi ka nevojë. Ka etje, ka uri për vetdijen tënde, për ndryshime nga ana jote. Kemi nevojë të ndryshojmë. E ka bërë vetë ligji natyra dhe Zoti kështu ne duhet të ndryshojmë. Dhe kur ne për shumë gjatë nuk ndryshojmë, zvarritemi me të njëjtat gjëra, e njëjta mendësi, të njëjta dëshira, e njëjta mënyrë jetese, shtëpi, punë, një udhtim, një dasëm në vit, një thashë them, hajt më iku dhe një ditë do ulërasi ankthi, do ulërasi depresioni, do ulërasi paniku, sepse ne nuk jemi këtu të zvarritemi, ne jemi këtu të evoluojmë, të ndryshojmë. Puna me ankthin dhe me emocionet dhe me traumat konsiston në 3 element: niveli mendor, niveli emocional i trupit dhe niveli spiritual i energjisë. Kështu që këtë kombinim unë e bëj në çdo trajnim që ofroj, në çdo bisedë që bëj me njerëzit.